Banorët e fshatit Baksëriol në Velipoj vijojnë prej 2 javësh protestat kundër ndërtimit të resort turistik në zonë. Banorët shprehen se tokat nuk do i lëshojnë, ndërkohë i bëjnë thirrje prokurorisë Shkodër që trajtojë dosjen. Ato thonë se po kërkojnë vetëm drejtësi dhe paralajmërojnë se do hyjnë në grevuri para pak nëse nuk marrin përgjigje. Ne do na më tregu gjithëve se këtë tokë nuk e lëshojmë rahat. Këtu kanë Santiago, na shnipi, dhe ka ardhur nga Anglia, ka lënë nënën e vet, sa ka atje. Sepse Santiago ka linë me pasaportë europiane dhe ka ikë nga Shqipëria në momentin që nëna vet nuk kishte një zgjidhje mjekësore këtu. Dhe sot Santiago ka ardhur sepse din që tu ashtu ka çika leja rrit gjyshi. Edhe jo ka thënë gjithë që na nuk e lëshojnë. E ka thënë ky që është fëmijë dhe thona na gjithë që na mastina. I bëjmë thirrje prokurorisë Shkodër. Të lutem, trajtoje dosjen që e ke për 1 vit në zyrat e tua. Studioje, shikoje dhe fol si është realiteti dhe jepja të drejtën këtij popullit. I bëjmë thirrje gjykatës që kena gjyqin me datën 19 të gjykata apelit administrative në Tiranë. Ju lutem, shikojeni si është e vërteta dhe na jepni të drejtën tonë. Hapi i radhë që ne do marrim është të gjitha institucionet ndërkombëtare që janë në Shqipëri, përfaqësuesit e Këshillit të Evropës, gjitha ambasadës gjermane, ambasadës angleze, suedeze, do ju shkruajmë gjithave. Do vazhdojmë te kontrolli i lartë i shtetit, do vazhdojmë të gjitha institucionet që mund na japin pak drejtësi. Dhe në qoftë se ne nuk marrim asnjë përgjigje nga këto institucione, pastaj na ngelet duhet për i kryer të ulën pas pakut grevurie gjithë banorët deri kur na marrin spakun dorë të japin drejtën çështës. Do i përgjigjen me llunë forcat e policisë pas janë bërë më agresiv, shton një nga banorët. Unë do të eci deri në fund dhe do të përleshem me policë. Tash ka ardhur funi. Deri tani i kam pas shok, edhe të betojmë që i kam pas shok edhe kena qenë shumë mirë, por kohët e funit e kanë shtuar atë numrin e tyre dhe agresivitetin e policëve. Na kapin për qafe, na kapin për dush, na kapin për sysh, na kapin çdo lloj mënyre, edhe teshat e trupit na kanë shky, na gjujnë nëpër ujë dhe këta nuk duhet më. Ne do t'i përgjigjemi ashtu si polici, do të përgjigjet ne, do t'i përgjigjen ana. Unë jam i pari që një polic që të vej dorë me mua, unë do ta sulmoj. Unë nuk vej dorë me policin. Polici të moj atë që i takon. Nëse nuk ka forca policie që t'i ndalin këta protestues që sot janë pak, të shtojnë forcat tjera dhe të binë të vajnë të dalin këtizat. Janë mbi 8 familje në këtë zonë që kërkojnë një zgjidhje.